Dhe Allahu po thotë wallahu indahu ajrun azim, po tek Allahu është shpërblimi i madh. Nuk ka shpërblim i madh te pasunia, nuk ka shpërblim i madh te evladët apo te të tjerët, por shpërblimi i madh është tek Allahu te bareke wa taala. Po ashtu i dashuri i Allahut, Muhammed alayhi salatu wassalam ka thonë inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al-mal. Çdo ummet, çdo popull i ka sprovat e veta, dhe sprova e ummetit tim është malli, është pasuria. Pastaj të nderuar vëllezër, si të kish pasuri mos mendoj që kemi pas rrugë qelë tek Zoti. Shumë njerëz po mendojnë që si ti je i pasur ti, kanë me ta dhënë pozitën edhe respektin sikur këto se këto e ke pa. Në xhami kur po vinë sta milionera, po vinë, sidomos në Ramazan, e po më thonë do ka dalë te veshi. Po a pe shef filoni çatje. Unë kam ka pak problem me sy, po mirë për dalaj ftyrat, elhamdulillah, veç me lexuam do të me syza. Edhe po thonë çka ka lidhje? Bile që tash njëri që ke kandidat për kryetar komunës erdhë në Ramazan e njëri më prek e tha apo shej, bashkë të xhama ti tash, çka më i bëti na? Çka më i bë? Falë çatje ku i edhe pasonit, tek çiki pasonit këtu s'muj me citi mamën valla. Se pjallë qelin rrugën, ku t'hina, pse ai si për qelë derën, era parfimit, krejt restoranin, se e ka ble 1.000 franc, a 1.000 euro parfimin ai. Jo sikur ti 10, e unë 20 e 30. Garderoben, ato, për qelet rruga, ato po menojnë që qështu i qelet edhe të Zoti, jo mëre çfarë. Absolutisht është kështu. Pak për tyne e kanë xhenetin. Por ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kumtu ala babil janna, qëndrova të dera e xhenetit, fa kana alehim men dakhalaha al-masakin. Më falni, fa kana amatu men dakhalaha al-masakin. Dhe i pash që shumica që hyshin aty, në xhenet kush ishin? Njerëzit miskin, që do të thonë as nevojat ditore s'me i plotësojnë këtë, se lemo nevojat javore, mujore, vjetore. Nuk ishin shumica që hyn aty të pasur, por shumica miskina, të varfër, në disa transmetime njerëz të dopt, njerëz që janë konë të shkelën jetën e kësaj bote. Kështu që të vllazën ruajnë kësaj sprove dhe çka më bë? Çfarë thonë me hu pasunin, runa zot. Po thuj pasunis, onë ty të udhëheqi, ti mu nuk më udhëheq. Onë ty çe ku duhet, s'm çan ti mu ku dush. Se disa po i merr pasunia për çan kafë trakis. E merr pasunia për çan çati me pushuar, më të pushuar, se janë lot të punuar. Po shoh ka fush Kosova, po shoh ka Lipiani, kafe rizoj, çikni ka po dio ashtu që s'kan boça se hiç, alhamdulillah. A mund të vana kanë bo, edhe me drita, s'petin njëre vllajën Las Vegas, Los Angeles, ku je vllave drita, mashallah. Ti shikon për hajtëve. E i thu pasurisjes në alla këto, kam bashku që ati me pi kafe, qaj, se e të shtin atje pasurinja. Të shtin edhe në dëvene tira, s'po nuk të me i përmen me ule edhe khutben. Andaj pra, mos o bësh shërbëtori pasunis, po pasunia le të bëhet shërbëtore e jotja. Pasunia le të shërben ty, për punë të mira dhe të mara. Dhe lakmoni, ata të cilët i ka bekatu Zoti me pasunin, e pasunia i ka qitë në tokë. Ka qitë në tokë, s'kan fluturuar. Lakmone ata që Zoti ka unë pasuni, e janë bo matë devotshëm, janë bo matë mirë, janë bo matë sinqertë, janë bo ma bamirësa. Dhe mos i lakmone ata që pasuria u ka humbë edhe dynjan, e kam ja humbë edhe ahiretin. Dhe mos e lakmoni vllazën, mos e lakmoni shumë. Bëhoni të pasën, po jo me tërë qenjena, me tërë zemrë me vëllon ka pasunia, se vallahi, kërejt me t'i dhonë Zotit, prap ki me lakmullë. Është në natyrën e njeriut me qenë lakmitar. Bile, të shku ka pleshnia, sa ma shumë që plakët, i shtohet dashni halal për 2 sen, plakët. Për shka? Për pasuni, edhe për shka? Për jetë gjatësi, me jetu ma gjatë. Edhe për shof edhe ona, valla vetë për shof. Që po kam qef. Po thamajt edhe do vjetë të mri penzionin, e të mas penzionit të këshyri, që po bëhet gjamije, që po bëhet familje, që po bëhet anene, që po bëhet këtë populle, apo stabilizohemi, apo na njohin edhe që ato, sa kanë metë një 70 shtete, si s'na kanë njoft, e ka dale, se natyra e njeriut është me lakmu, mos të lakmoni, se s'ki me ungo pas një herë. Për ata pejgamber alayhi salatu wasalam ka thonë, leu kane libni Adem, wadijani min al-mal, lebtaga thalitha. Sikur biri Adem, do të thonë këtë jemi bejta Ademit dhe të halës.
ti kish pas 2 lugina me pasuni, në disa transmetime 2 lugina me ari, lebtega thalitha, kish me lakmue kanë luginën e 3 me ari, luginën e 4, luginën e 5. Po kajtë të onë Zoti, ki qef me shku në hanë, ki qef me shku në Mars, ki qef me shku atje, s'nalen dëshirat e kërkesën. Andaj, knashnu me ato që ja ka dhonë Allahu te bareke wa ta'ala. Allahu na begatoft me pasuri halal, na mundsoft me menaxhu